Mirëmëngjesit e mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 25 dhjetor dhe 25 dhjetori e gjithë bota kremton një nga datat më të rëndësishme në historinë fetare dhe kulturore. Do të vjojmë me ngjarjet dhe në këtë ditë të veçantë. Në vitin 1336, Krishtlindja u festua për herë të parë në Rom, duke shënuar fillimin e një tradite të përhapur në mbar botën. Po në këtë datë, në vitin 800, Karli i Madh u kurorëzua perandori i shenjtë romak nga Papa Leoni III, duke forcuar themelët e një epoke të re në Europën mesjetare. Kjo ditë ka qenë gjithashtu simbol i paqes, siç ndodhi në vitin 1914 gjatë luftës së parë botërore, ku ushtarakët britanik dhe gjerman ndaluan luftimet për të festuar së bashku armëpushimin e Krishtlindjes. Shekuj më vonë, në vitin 1991, Bashkimi Sovjetik u shpërbë përfundimisht duke shënuar fundin e një epoke dhe fillimin e një bote të re gjeopolitike. 25 dhjetori është dita 359 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 6 ditë. Ngjarje. 1932. Tërmet në Gansu, Kinë, dhe shkakton vdekjen e 70.000 njerëzve. 1979. Trupa sovjetike hynë në Afganistan. Kjo ishte ndërprerja e parë ushtarake e Bashkimit Sovjetik jashtë Paktit të Varshavës, në mënyrë që të mbështesë qeverinë e Barbak Kamalit, në luftën nga e cila dalin pas 10 viteve në të cilën Bashkimi Sovjetik ka humbur 27.000 ushtarë. 25 dhjetori shënon lindjen e figurave që kanë ndikuar në botë. Sipas traditës së krishterë, në këtë ditë lindi Jezu Krishti, figura që ndryshoi rrjedhën e historisë njerëzore. Po ashtu, në vitin 1876 lindi Muhammad Ali Ihan, themeluesi i Pakistanit, një lider që ndikoi në formimin e një kombi të ri. Në botën e artit, kjo datë lidhet me lindjen e Cab Calloway, një nga pionerët e jazzit, dhe të shkrimtarit të njohur shqiptar Ismail Kadare, i cili ka dhuruar letërsisë botërore një zë unik. Lindje. 1942. Lindi Sejfullah Muftari, aktor, humorist shqiptar. 1950. Lindi Muspre Vlukaj, piktor shqiptar. 1995. Lindi Mimi Sanden, këngëtare suedeze. Por 25 dhjetori është gjithashtu një ditë reflektimi për ata që kanë ndoruar jetë. Kjo përfshin figura të rëndësishme si Charlie Chaplin, gjeniu i humorit të heshtur, i cili u largua nga kjo botë në vitin 1977. Po atë ditë, në vitin 2006, bota humbi James Brown, babain e soulit, një ikon që la gjurmë të pashlyeshme në muzikë. Vdekje. 1977. Vdiq Charlie Chaplin, aktor amerikan me perardhje britanike. 1990. Vdiq Dimitër Çani, skulptor shqiptar. Festa dhe përvjetore. Dita e Quaid e Azamit, Pakistan. Dita e Kushtetutës. Tajvani nis të qeveriset nga Republika e Kinës. Tani do t'ju ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Fruti sapodia gjendet ndër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai konsiderohet një frut egzotik dhe i rrallë dhe është i vështirë për t'u gjetur. Fruti sapodia është i pasur me fibra dhe vitamina e minerale. Ai përmban fibra dietike, kalcium, magnez, kalium, vitamina C, folate, acid pantotenik ose siç njihet ndryshe vitamina B5. E lartë në antioksidant, sapodia, si shumë fruta dhe perime të tjera, është një burim i mirë i antioksidantëve. Ekstraktet e frutave të sapodias janë gjetur të kenë 10 komponime të ndryshme me aktivitetet antioksiduese, si acidi galik dhe quercetrin. Qelizat e trupit tuaj përballen me shumë kërcënime të ndryshme, midis tyre janë viruset, infeksionet dhe radikalet i lira.
Radikalet e lira krijojnë natyrshëm kur ushqimi shndrohet në energji. Ato janë të larta në fibra. Një studim i 37 frutave të ndryshëm që gjenden zakonisht në Tajland zbuloi se frutat e sapodilas kishin përmbajtje më të lartë të fibrave. Frutat e tjera përfshin durian, guava dhe shumë fruta të tjera, të cilat kanë gjithashtu një përmbajtje të lartë, por jo sa fruti i sapodias. Fibrat ndihmojnë në promovimin e shëndetit të zorëve. Gjithashtu, ju mban të ndiheni më të ngopur për mëngjatë dhe ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak. Ekspertët thonë se ju duhet të merrni një shumëllojshmëri të fibrave në dietën tuaj. Kjo do të thotë të hani më shumë perime dhe fruta të ndryshme. Nëse nuk merrni fibra në sasi të mjaftueshme, keni rrezik në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit të tipit 2. Studimet e hershme kanë zbuluar se fruti i sapodias mund të ndihmojë gjithashtu dhe të sigurojë mbrojtje kundër diares dhe ulcerës gastrike. Kjo mund të jetë për shkak të kimikateve bimore të quajtura flavonoid që gjenden në këtë fruta. Burimi i mirë i lëndëve ushqyese. Sapodia është mbushur me një sër vitaminash dhe mineralesh që janë thelbësore për një shëndet të mirë. Sapodia është një burim i mirë i kaliumit. Kjo lëndë ushqyese ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Vitamina C ka shumë përfitime për trupin tuaj. Ky frut përmban një sasi të lartë të vitaminës C. Disa nga përfitimet e vitaminës C janë luftimi i infeksioneve, shërimi i plagëve, prodhimi i kolagjenit dhe aktiviteti antioksidant. Për biografinë e ditës sotme kemi zgjedhur të flasim për Ismail Kadaren. Ismail Kadare lindi më 25 janar të vitit 1936 në qytetin e vogël por të lashtë të Gjirokastrës në Shqipëri, një vend që do të shërbente si frymëzim për shumë nga veprat e tij. I rritur mes ngjarjeve të trazuar historike të luftës së dytë botërore dhe rënies së regjimit monarkik shqiptar, Kadare u formua në një mjedis ku traditët e forta shqiptare dhe moderniteti europian ndërthureshin fuqishëm. Shkrimtari kreu studimet për gjuhë dhe letërsi në Universitetin e Tiranës dhe më vonë specializoi për letërsi botërore në Institutin Gorki në Moskë. Kjo provoi jo vetëm që ekspozoi ndaj letërsisë së madhe botërore, por i dha edhe një perspektivë unike mbi ndikimet ideologjike në art, gjë që do të reflektojë më vonë në veprat e tij. Në vitin 1963, Kadare botoi romanin e tij të parë të rëndësishëm, Generali i ushtrisë së vdekur, i cili e vendosi menjëherë në qendër të vëmendjes së lexuesve dhe kritikëve, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj. Në këtë roman, Kadare përdori një temë të thjeshtë, kthimin e eshtrave të ushtarëve të vdekur, për të trajtuar një mënyrë filozofike absurditetin e luftës dhe të historisë njerëzore. Gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës, Kadare u bë një nga shkrimtarët më të njohur të vendit. Por edhe pse ishte i favorizuar nga regjimi, veprat e tij shpesh mbartin një nëntekst të fuqishëm kritik ndaj diktaturës, burokracisë dhe shtypjes. Romane si Kronik në Gur, Pallati i ëndrave dhe Dimri i vetmisë së madhe shprehën shqetësime të thella për izolimin, frikën dhe absurditetin e një shoqërie të kontrolluar nga ideologjia. Në vitin 1990, pak para rënies së regjimit komunist, Kadare kërkoi azil politik në Francë, duke bërë një zgjedhje që e vendosi përfundimisht si një zë i lirë në letërsinë ndërkombëtare. Ai u vendos në Paris, ku vazhdoi të shkruajë dhe të botojë. Në këtë periudhë, Kadare u bë një ambasador i kulturës shqiptare dhe një kritik i hapur. Letërsia e tij është përkthyer në mbi 45 gjuhë dhe është lavdruar nga kritikët ndërkombëtar për mjeshtërinë e rrëfimit, për temat universale dhe për trajtimin unik të historisë dhe mitologjisë shqiptare. Kadare është përmendur shpesh si kandidat për çmimin Nobel në letërsi dhe ka fituar disa nga çmimet më prestigjioze, përfshirë çmimin ndërkombëtar Booker në vitin 2005. Sot Kadare mbetet një nga shkrimtarët më të mëdhenj bashkëkohor, një figurë që mishëron historinë dhe shpirtin e popullit shqiptar duke ngritur atë në skenën botërore. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku kurioziteti sotëm lidhet me ndikimin e muzikës në ritmet e zemrës, i cili është shumë i thellë dhe interesant. Aftësia e muzikës për ta ndryshuar funksionet biologjike të trupit është një fushë që ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve dhe psikologëve për shumë vite. Kur dëgjoj muzikë, truri im reagon në mënyra të ndryshme dhe një nga reaksionet më të dukshme është ndryshimi në ritmin e zemrës.
Ky fenomen është i lidhur me reaksionet fiziologjike që ndodhin si pasojë e ndjenjave dhe emocioneve që muzikat e ndryshme ngjallin. Kur dëgjojmë muzikë me ritme të shpejta dhe energjike, si ato të muzikës rock, dance ose pop, ato shpesh stimulojnë trurin të prodhojë hormone, të cilat rrisin ndjeshëm ritmin e zemrës dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Kjo mund të sjellë një ndjenjë të nxitimit dhe energjizmit. Nga ana tjetër, muzika e ngadalë dhe e qetë, si ajo klasike, ambientale ose melodike, ka një efekt të kundërt. Kjo muzikë ka tendencën të ngadalsojë ritmin e zemrës dhe të urojë një ndjenjë qetësie dhe relaksi. Pjesë të tilla të muzikës përdoren shpesh në terapi muzikore, ku mjekët dhe terapeutët përdoren efekte qetësuese të muzikës për të ndihmuar pacientët të relaksohen, të zvogëlojnë ankthin dhe madje të ulë tensionin e lartë të gjakut. Ky ndikim i muzikës mbi ritmet e zemrës ka pasur aplikime edhe në fushën e sporteve, ku atletët dëgjojnë muzikë motivuese përpara ndeshjes ose ushtrimeve për të rritur performancën e tyre fizike. Gjithashtu ka shumë studime që sugjerojnë se muzika mund të ndihmojë në përmirësimin e shërimit të pacientëve, duke u përdorur në ambientet spitalore për të përmirësuar gjendjen emocionale dhe fizike të pacientëve. Ky fenomen është një shembull i shkëlqyer i lidhjes ndërmjet artit dhe shkencës dhe na tregon se si diçka e thjeshtë si dëgjimi i muzikës mund të ketë një ndikim të thellë në shëndetin dhe mirëqenien tonë. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 25 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja do të vijojë me të njëjtat kushte atmosferike pa ndryshime të ndjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak ose as pak intervale me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tani do të ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës, për ditën e Territori i Kosovës për datën 25 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mot kryesisht me vranësira dhe mjegull lokale. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja do të sjellë përmirësime shumë të lehta në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 25 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 25 dhjetor do të jetë rreth orës 7:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 4 gradë Celsius. Podujev,
-2 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 2 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 4 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.